Në prag të nisjes së vitit të ri akademik 2012-2013, kryeministri Berisha propozon një tjetër kurrikul, ku kërkon reformimin e mënyrës së të mësuarit të gjuhës shqipe. Numri 1 e ekzekutivit propozon që gjuha shqipe të fillojë të mësohet që në sistemin parashkollor, si edhe të ndahet nga letërsia, duke u bërë një lëndë e veçantë. Gjuha është lëndë lider. Nuk mund të futet në sqetullën e letërsisë. Dhe unë kërkoj ndarjen përfundimtare të saj. Kurrikulat e reja duhet të hynë sa më shpejt në përdorim. Në qoftë se ka një divorc pozitiv të sigurt në gjitha aspektet, është ky. Gjuha veças, letërsia veças. Edhe mësuesit duhet rikualifikohen. Në kuadër të reformës në sistemin arsimor, 4 vite më parë, u vendos që lënda e gjuhës shqipe të mos zhvillohet si lëndë më vete në asnjë vit shkollor, por e bashkuar me anë të letërsisë në të gjitha ciklet shkollore. Por shumë pak kohë pas vënies në zbatim të këtij sistemi, qeveria hedh poshtë projektin e saj dhe kërkon që lënda e gjuhës shqipe duhet të zhvillohet e ndarë nga ajo e letërsisë.